Urdhë? Do më djegësh nga koha të këmbët? Unë s'kam thënë ndonjëherë që do të djegje, ti ajo. Jo, Po pse përsërit fjalë që ti mos gënjes se dje të doli nga publiciteti live, u mundove me kamuflu dhe me gënjeshtru. Po ti the. Po të pyes, do më djegësh. Po ato syt do mi nxjerrësh ti mu. Po të pyes, do më djegësh. Ato syt do mi nxjerrësh si ke thënë. Ato syt do mi nxjerrësh. Nuk marrë zjarë kolla, jo, pa do më djegësh. Pse do kapesh të të fjalë, qanë të fjalë? Apo do mbash përgjësi? Do të bëj si ti. Do mbash përgjësi e dashur për fjalët që thua. Edhe ti bukuroshe. Nuk bjen ato gabimet, Selin jam shumë e kujdesshme. Edhe ti bukuroshe. Selin jam shumë e kujdesshme unë. Me mua nuk merresh dot ju, Ela. Mos e mbi vlerëso veten. Mos e mbi vlerëso veten. Nuk e mbi vlerësoj. Të paktën e vlerësoj. Unë gjë me pi. A the marr test të dysh, a dan? Jo, nuk dora. Uj, një gjë? Jo, kam. Okej, prit, për marrë dy gjana. Nuk du se vidim. Që pas ke qitë këto? Që ishte. A e mirë? Po mirë. Që dhe me thonë po mirë më? Ma mirë nga gripi, se që isha. Kështët, a je mirë, nga gripi e di që je ma mirë, po kështët, ti apo një është mirë? Po për dirë sa sështë se kemi bëjë serin mirë fillt. Po të letë flatësh e parë, me që më thë. Atëherë, unë, adin deshta me sëqaru gjithë gjanë, se dja, për shambull, e pashtë që nuk je konë mirë me shëndet, edhe të kumë pyta, adin thashë në që fësë adin e pina një qaj, edhe flasëm, amo e pashtë që nështë edhe nuk je konë mirë me shëndet, edhe adin nuk e ke një vetën me folë edhe të kuptaj. Amo, unë thjesht, deshta me thonë që pavarësisht në çdo gjë që ka ndodhur, pavarësisht dhe me thonë gjanat që janë thonë edhe këtë senët që ka ndodhur, unë prapë se prapë nuk ndikohna për senëve që mi kanë thonë dja dhe për senëve që ka ndodhur, se unë jam, dhe me thonë, jam e qartë me gjanat që du, edhe jam e qartë me mendimet edhe gjanat që ti kumë shprej ty, kështu që unë nuk ndikohna për gjanat që mi kanë thonë dja. A mund që fse ka një gjë që ti dënë me sëqaru, ose një gjë që ti të ka bo me undiku, ose me unë i keqë, unë kësha dashtë me sëqaru. Për mu dalin po ke biseda që kemi bë partje ndarkë, që për mendimin tim ti se di që dë. Që nga momenti që unë kam të tutu të puthë, që nga reagimi jotë, që ishte si kur unë kësha bën e krim. Fakti që gjithë, dhe më thënë, reagimi që ke bën në dhomë të rëfimit, me përgjigje që më ke dhënë, fakti që më thu, unë kam dash vetë me të puthë, po s'kam puthë. Këte e thu që ti ke bërë gjitha për mu, ama s'kam besim 100%. Këte e thu, s'po më trajton si gru, dukem si kur jam 13 veqe, pastaj thu, s'është se ke bën e gjithë keqe. Pastaj kur të pysu qemri do t'i vesh marrëdhënies, apo, a do t'a vazhdojsh të marrëdhënie? Ti më thu mu, ti mund të vazhdojsh të më tentosh të më puthësh, po unë të puth ty kur t'jem gati. Vjen një pikë e marrëdhënies, ku unë bëj për ty, e si bi pishmani për asë gjë, as për kohën që kam kalu, as për kohën që t'kam dediku, as për dashurin që t'kam dhënë, as edhe gjë e s'bën pishma fare, zero. Ama vjen një pikë ku pretendojnë që gjërat jenë reciproke. Edhe Brikena ta di qa do. E do këtë marrëdhënie me Mateon, apo se do.
Unë i marrë me sportivitet në dashë kur më thu, jo, shoku, pavarësisht se unë për mrena më unë vretë. Po se jam vetën.